Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhem në ambientet e shoqatës Nexhat Orbenja. Ndodhem këtu pikërisht për të marrë një mendim, një opinion tim rreth një video që është bërë shumë virale këto 2 ditët e fundit dhe mjaft shqetësuese, në të cilën shfaqet një grua mujahedine. Duke parë komentet në ato video, shumë shprehin shqetësimin se kjo grua kërkonte të rrëmbente një fëmijë. Disa kishin shprehur mendimin se ishte një burr i maskuar, dikush tjetër kishte shprehur që janë pikërisht mujahedin që kërkojnë të bëjnë dëm vendit ton, tashmë edhe duke rrëmbyer fëmijë. Por unë do të ndaj me ju opinionin tim, mendimin tim, duke qenë se shoqata Nexhat Orbenja dihet që operon dhe funksionon për integrimin e huajve këtu në Shqipëri, duke njohur nga afër problematikat e tyre. Ajo çfarë unë pash në atë video, aq sa ishte e transmetuar, kuptova dhe pash një grua, një nën, që po kërkonte të përqafonte një fëmijë, të dhuronte dashuri. Nuk pash një veprim që t'ishte i agresuar, për të rrëmbyer, por një veprim që kërkonte afrimitet, një dashuri të munguar. Dihet se si funksionojnë gjërat në atë kamp. Ne kemi folur shpesh në konferenca të ndryshme që të drejtat e njerëzit janë tërësisht të shkelura. Familja është e ndarë, ata kanë vite që nuk komunikojnë me bijtë e tyre, me fëmijët, me nënat e tyre. Dhe kjo mungesë dashurie e akumuluar ndër vite dhe të izoluar sikurse jetojnë ata në atë kamp, bën pra që të shfaqet kjo sjellje që shumë njerëz ndoshta dhe kanë keq interpretuar, duke parë një sjellje si për rrëmbyesish. Ndërkohë, unë pash që ajo femër, ajo grua thjesht donte të dhuronte dashuri dhe të merrte dashuri. Një dashuri e munguar ndër vite. Dhe ky është problemi kryesor. Ata nuk janë njerëz të këqinj, ata janë njerëz që duan jetën, pavarësisht se jetojnë në ato kushte. Janë njerëz që duan zogjt, duan kafshët, pavarësisht se janë të palejuara. Ata janë njerëz si të gjithë ne, që duan jetën, duan çdo gjë që na ofron jeta, si fëmijët, si kafshët, bimët, kërkojnë ata t'i gëzojnë jetës, ato pak momente që lëvizin lirshëm nëpër qytet, edhe pse gjithmonë të monitoruar. Patjetër që ne duhet bëjmë kujdes për fëmijët tanë, sepse asnjëherë nuk i dihet rrezikut, por ajo çfarë unë pash dhe perceptova nga gjithë ajo video ishte vetëm kjo. Nuk ishte një tentativë për të rrëmbyer, por ishte një tentativë për të marrë dashuri dhe për të dhënë dashuri. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Aldo Strollari, presidenti një organizate ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, e cila operon në kuadër të integrimit të komunitetit iranian në Shqipëri, të cilët janë dezertor të kampit mujahedin. Kjo shoqat ka vepruar për integrimin e këtyre iranianëve të cilët janë larguar nga kampi mujahedin dhe duke i mundësuar atyre module konkrete për hapësira të reja punësimi, hallka të cilat i përkasin një shoqërie moderne, për t'i integruar në popullin shqiptar dhe për t'i jetuar me dinjitet si qytetar të barabartë me çdo qytetar tjetër në Republikën e Shqipërisë. Kemi trajtuar module ligjore për të cilat i kemi ofruar shërbime administrative dhe ligjore së bashku me institucionet shqiptare për t'i ofruar sipas protokollit leje të qëndrimit dhe veprimtaritë e tjera ligjore për të qenë të rregullt në qëndrimin e tyre të lirë në Shqipëri. Dhe siç dihet dhe për ata ndoshta që nuk e dinë mënyrën se si kampi mujahedin ka ardhur në Shqipëri, kampi ka ardhur në një marrëveshje që është bërë ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ardhur dhe për të qenë me status humanitar strehimi në Republikën e Shqipërisë në territorin e Durrësit në zonën e Manzës. Këta refugjat, mbi 3.000 prej tyre, jetojnë të izoluar në një kamp, prej të cilin kanë kujtime shumë të këqija nga dheu i tyre mëm, për të cilin kanë ardhur nga shteti i Iranit me një zhvendosje të hershme, në shtetin e Irakut, në kampin Ashraf ku zhvillua atje, kampi i Liris, ata janë opozita iraniane dhe nuk i ka pëlqyer mënyra e jetesës së dikurshme në shtetin e tyre mëm, dhe sipas marrëveshjeve ndërkombëtare janë zhvendosur në shtetin tonë për të jetuar sipas çdo rregulloreje ligjore dhe veprimtarinë e tyre të lirë në shtetin shqiptar. Tashmë, sipas dëshmive të ish antarëve të këtij kampi, janë identifikuar disa shkelje të drejtave të njerëzit që ideologjia e këtij kampi ka ofruar antarëve të tyre, duke i mbajtur kështu të izoluar dhe për më shumë se 30 vite antarët e këtij kampi nuk kanë mundur dot të komunikojnë me familjet e tyre.
Gjithashtu ka edhe shumë mungesa të tjera lirish për të cilat i ka bërë që këta të kenë një izolim mendor psikologjik dhe nuk i ka bërë që të integrohen mjaftueshëm në Republikën e Shqipërisë, por gjithashtu edhe në jetën e tyre të mëparshme ku kanë jetuar përpara se të vinin në Shqipëri. Ky izolim psikologjik i ka shkaktuar dhe një dëmtim shumë të thellë emocional, sepse siç dihet izolimi shkakton dhe probleme të tjera psikologjike. Shumica e tyre nuk kanë fëmijë dhe një pjesë e tyre që kanë fëmijë kanë në shtetin e tyre dhe shteti ka marrë në kujdesin e tyre dhe më pas këta kanë vijuar jetën e tyre të mbyllur në këtë kamp. Ashtu siç çdo individ ka të drejtën për të emigruar dhe për të zhvendosur në një shtet tjetër për të përmirësuar jetën e tyre, kështu kanë ardhur dhe këta refugjat për të cilët kanë dashur që të përmirësojnë jetën e tyre, të zhvillohen profesionalisht dhe të kenë një të ardhmë të mirë. Por a ka vepruar vërtet kampi Mujahedin në këtë lloj forme dhe ai ka ofruar një të ardhmë të sigurt këtyre qytetarëve iranian për të cilët kanë ardhur këtu në Shqipëri? Faktikisht nga dëshmitë e vetë ish antarëve, jo. Mbi 30 ish antarë, të cilët tashmë janë antarë të rregullt të shoqatës Nexhat, për të cilën ne kemi asistuar për t'i ofruar një të ardhmë të sigurt në Shqipëri, kanë treguar se aty nuk ka patur asnjë aktivitet të rregullt për të qenë një qytetar me dinjitet. Pra nuk kanë patur raporte seksuale, nuk kanë patur një partner potencial, nuk kanë patur komunikim me familje dhe nuk kanë njohuri se çfarë është telefoni ose epoka teknologjike ku ne po jetojmë. Dhe për këtë arsye ata kanë një ndjeshmëri emocionale shumë të thellë, duke shkaktuar dhe këto pasoja psikologjike. Kam parë në një video për të cilën po qarkullohet dhe është bërë tepër virale në rrjetet sociale ku flitet nga një platformë shumë e njohur mediatike në Shqipëri për një denoncim që ka bërë një nënë shqiptare, sepse një grua mujahedine i është afruar fëmijës së saj dhe ka menduar se po tenton ta rrëmbejë. Kjo nuk ka qenë një tentativë për rrëmbim, por ka qenë një mungesë emocionale për të parë një fëmijë prej kohësh. Realisht më bindua të them këtë sepse ata nuk janë prindër dhe ka një mungesë prej kohësh nostalgjie të të qenurit empatik me fëmijët apo dhe ndërveprimin e tyre social me njerëz të tjerë. Ata janë të njëjtat ftyra që kanë jetuar për 35 vite ose 40 vite të izoluar, të njëjtit njerëz dhe nuk kanë komunikim as një burr dhe as një grua me njëri tjetrin. Pra jetojnë të ndarë në kapanone dhe ndjeshmëria e tyre emocionale është bërë tepër e lartë. Pavarësisht se ata jetojnë në një trup fizik të gjallë, ndjeshmëria e tyre ka vdekur. Dhe në momentin kur kanë tentuar të dalin nga kampi, dhe kanë parë një fëmijë, është kthyer menjëherë në memorinë e tyre fëmijëria e tyre. Janë prindër që nuk kanë prit dubël. Janë njerëz të cilët nuk kanë patur kurrë mundësinë që të bëhen prindër. Për këtë arsye, ata kanë patur këtë lloj ndjeshmërie dhe empatie për t'u afruar një fëmijë dhe për të arritur të kenë një lloj kontakti fizik dhe emocional me ta. Kjo është një pasi psikologjike që për më shumë se 3 dekada nuk kanë parë kurrë një fëmijë. Dhe kjo është ideologjia që ka krijuar vetë kampi midis antarëve ku është ndaluar që të kenë partner dhe të krijojnë një familje brenda kampit. Kjo është mungesa e lirisë që ka shkaktuar vetë kampi për antarët e tyre. Unë bëj thirrje çdo qytetari shqiptar të mos ketë frikë se mund të rrëmbehen fëmijët e tyre, të bëjnë kujdes sepse kujdesi nuk është frikë, por qëllimi i asaj gruaje me Shami nuk ka qenë për të rrëmbyer fëmijën tuaj. Ka qenë vetëm një tentativë për të krijuar një impakt social, sepse nuk ka fëmijë dhe nuk e di se çfarë është të kesh familje, nga që ka 30 vite e izoluar. Ju bëj thirrje të gjithëve që të hulumtoni në faqet dhe rrjetet sociale të shoqatës Nexhat për t'u informuar më shumë se kush janë mujahedinët, çfarë veprimtarie bëjnë në Shqipëri dhe pengesat e tyre për integrimin social. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Eltisa Bilo. Jam antar e shoqatës Nexhat Albania. Pasi pash disa video që po qarkullojnë, desha dhe unë të shpreha disa mendime të mia për iranianët që ndodhen në Shqipëri. Po, janë disa video që nuk duken shumë të mira, duken shumë negative, por në realitet ato janë thjesht disa antare që i dashurojnë fëmijët, i adhurojnë dhe nëse ju afrohen për t'i përkëdhelur, për të shkëmbyer një fjalë, sepse jeta që ato bëjnë në kamp është një jetë e mbyllur, larg familjes, larg çdo të drejte. Jeta që ato bëjnë në kamp nuk ju lejohet familja, nuk ju lejohet fëmia, nuk ju lejohet sikur edhe të kenë një mace për ta përkëdhelur, dhe ato e vetmja gjë që mund të bëjnë, mund të shkojnë në ambiente ku nuk janë afër kampit mans, por shkojnë në ambiente ku ka fëmijë që t'i shohin, t'eksa luajnë, t'i adhurojnë.
Edhe nuk besoj se këto video përpusen me rëmbime apo diçka që neve shqiptarët mund të na shkojnë mendja për keq. Thjesht ato po mundohen të shprehin dashurinë ndaj fëmijëve që nuk i kanë pas kurrë. Kam arritur një përfundim që këto video mund të jenë thjesht sa për reklam, sa për like, për arsye sepse neve unë personalisht po jetoj me iranian, edhe e di se çdo të thotë të jetosh i mbyllur e pastaj të fitosh lirinë, e di se sa dashuri kanë për familjen, e di sa dashuri kanë për të pasur një fëmijë, edhe i mirë kuptoj ato gra që kur nuk e kanë përfituar emrin non. Neve kemi kaq kohë që po bëjmë konferenca, galeri, për të treguar realitetin që ndodh në Mekë, edhe mund ta kisha shumë të lehtë të thosha që po, ata e bëjnë rëmbimin, apo mund të kthesha kundra tyre, por jam kundra këtyre videove që po qarkullojnë, sepse këto thjesht janë manipulime për dëmtuar disa anëtar, disa ushtar që janë përdorur dikur nga disa njerëz pa zemër. Prandaj do ishte më mirë t'i afronim, t'i mirë kuptonim, apo thjesht t'i afroheshim të komunikonim me ata për çfarë arsye po afrohen me fëmijët tanë, apo çfarë dëshirojnë, ose t'ju falin pak dashuri që ata të ndjehen si familjen e tyre. Por gjithsesi, për të hequr gjithë këto mendimet negative ndaj shqiptarëve, unë mendoj dhe do isha shumë e lumtur nëse dikush nga organizata Mek të dilte të fliste për këtë lajm, të jepte edhe ai të shprehte ato çfarë po ndodh në realitet, sepse nesër mund të dalë e grua dhe të dëmtohet duke mos pas faj. Edhe do i lutesha shumë që të dilte dikush të reagonte ndaj këtij lajmi. Për unë si prind, jo vetëm në emrin tim, por të gjithë prindve, kjo video është shumë shqetësuese. Por nga ana tjetër unë mendoj që kjo video është thjesht një mashtrim, sa për like, siç e thash dhe më herët, por gjithsesi pres nga dikush nga organizata Mek të reagoj sa më shpejt. Faleminderit. Përshëndetje nga të gjitha, unë jam Mehdi Sulejmani, jam nga Iran, edhe shumë koha isha brenda organizat. Disa ditësh tani ka nxirr jashtë një video nga shumë media, edhe në Jeta u qef, se një kërat me shami ka ikur për gezer një femi. Edhe kishen shkruajnë njerëzi po janë hajdut, do a marrën femija, do a bëjnë ashtu, do bëjnë kështu. Por e vërtetën nuk është ashtu, se brenda organizat e s'ka jeta, e s'ka familja, e s'ka kalamaj, e s'ka asgjë, po kanë e shpirt e zata, kanë zemra mirë, por atje vetëm duhet si quhet, vetëm duhet mendosh për shefi ose Mariam Rajevi. vetëm mund bëj muhabet ose bëj e shpirti jote vetëm për Mariam Rajevi. Edhe ata dalen jashtë nga organizat, sepse nga brenda organizati është mbullur. I dyti atje nuk është si quhet jeta. Njerëzi po dalen jashtë edhe shikon jeta persona tjetër, shikon femija, ose si jeta, se atje s'ka asgjë, edhe janë lavash tururi, edhe nuk dinë e vërtetën, çfarë ndodh, çfarë ndodh, edhe jeta është për çdo persona është shumë e rëndësishme, edhe një gjë në bota është. Por kjo është e rëndësishme, edhe kjo është e vërtetën, ata duan edhe femi, edhe familja, edhe mami, babi, të gjitha, po nuk e lën kjo Mariam Rajevi. Sepse unë aq vjet isha atje brenda, 14 vjet, nuk kam biseduar me familja vet. As mami, as belai, as motra, me asnjë tjetër. Faleminderit.